Shikoni, leva e Arkimedit në të gjithë të konflikte është ajo ngushtica atje. Ajo ngushtica aty është në pjesën më të ngushtë, që është pjesa e drejtimit perëndim lindje, është 33 km. Në pjesën pak më gjerë është 35 km. Përgatitja asimetrike... Sa ngushtica... Jo, Otranto është 72. Sa gjysma e Otrantos. Dhe përgatitja përcaktimi i strategjisë asimetrike të Iranit po jep frutet e veta operative. Më falë, topi 155 mm, sa e ka distancën e goditjes? Topi 155, nuk ka top 155 mm, ka obuz 155 mm. Sa topat që përdoren në Ukrainë, që kërkon në Ukrainë? Ajo, 155 mm, ka një lloj predhe ata që quhet extending range, shkon deri në 47 km. Dhe në 27? Po, kështu që... Po, iranianët kanë kalibrin 152 dhe topin 130 mm. 130 mm ja ka 27 km. Pra mbulon. Pra, ai topi zakonshëm e mbulon këtë, për të mos thënë që nuk përdorin më topa për këtë çështje. Kanë dhjetra, për të mos thënë qindra motoskap. Ato që i thoshim ne dikur katës lurus, dhjetra për mos thënë qindra motoskap me raketa det që i hedh ania, i hedh ky motoskafi me rrezet shkurtër. Të konceptuar armët që në fillim vetëm për këtë qëllim operacional, blokimin e ngushtisës së Hormuzit. Kanë dron ujor, dronë në ujor, kanë mbi 20 të ndetse. Nuk ja u shkatroi sulmi vala para sulmit? Sulmi amerikan shkatroi vetëm korvertat, 7 korverta të tyre, që ishte flota e madhe. Mbi ujse. Gjithë pjesën tjetër ata kanë tunele. Pra, asimetria që paracaktoi dhe e ndoqi këtë Irani që 20 vite rresht, po jep rezultat. Nuk mundet dot flota e madhe amerikane të veproj në hapësira kaq të vogla. Se qisoj si të futesh elefantin në këtë studio që kemi ne. Jo, edhe futet, do s'ka kur rotullohet. Jo, po s'rotullohet, do të shpojnë gjamat që do thyj vetë. Asimetria përsa i përket luftës zyrtare, e cila ka sjell nxjerrjen jashtë luftimit të gjithë bazave amerikane në gjë. Të gjitha bazave amerikane në gjë. Të gjitha bazat amerikane janë goditur. Niveli i shkatrimit nuk e dim sakt, por që janë goditur me raketa. Këtu vinte asimetria e forcave ajrore. Forcat ajrore klasike janë në formën që i ka amerikani, që i ka rusi, që i ka kinezi, që i ka Evropa, në shtetet më të Evropës. Kjo është forma klasike e forcave ajrore. Pra avion që sigurojnë superioritetin ajror në ajër dhe avion që gjujnë, bombardojnë. Irani ka zgjedhur jo të ndjek rrugën e zhvillimit të aviacionit, se nuk e ndjek dot Amerikën dhe Izraelin. Zgjodhi asimetrinë e raketave. Si nuk i ka mundësi nuk i ka shitur Rusi avion? Kujt, ja ka shitur. Një O-24, O-36, Su-35, ata i kanë paguar, kanë stërvitur dhe pilotët në Rusi, por nuk i kanë ardhur akoma Su-35. Po gjithsesi dhe Su-35 nuk mund të... Janë pak për para gjithasaj. E para janë pak, e dyta nuk mund të bëj përballje me F-35-ën. Stilthin që kanë Amerikanët dhe Izraelitët. Forma asimetrike e zhvillimit të raketave po jep rezultate. Rezultate që kanë qenë të paparashikuara. Ata e kanë nënvlerësuar këtë formë luftet të Iranit. E kanë nënvlerësuar dhe Izraeli, sepse Izraeli nga që ka ngritur mbrojtjen më të mirë kundërore të botës, Iron Dome. Janë tre. Iron Dome i vogli.
Ka menduar që Nuk do të qahet. Nuk do të qahet. Në fakt, vepron ligji që si fizikës, si ligj shoqëror, që sasia është edhe cilësi. Po. Po, nga 100 raketa që edhe Irani, në rastin më të mirë të shkatrohen 70, por 30 raketa. Për Izraelin, që nuk ka nxënësi strategjike. Në pjesën më të ngushtë Izraeli e ka 20 km thellësinë, shikon. Po. Dhe me 9 milion banor, në fakt dhe Izraeli luftë për mjetese ka, siç po ta vesh veten sepse tamam 20.000 km2 është Izraeli. 20.000, po, 20.000, gjysma e cilës është kretira e Negevit. Dhe 9 milion banor jetojnë në 10.000 kilometër. Si me jetu 9 milion banor të ullësira jonë perëndimore? Fiks, të ullësira jonë perëndimore. Do me thëmë, nga Lezhë deri në... Nga Shkodra deri në Vlorë. Nga Shkodra deri në... Edhe deri në Elbasan, ka Tiranë. Kjo është, pra, është një thellësi e papërfillshme strategjike. E cili është problemi më i madh sot. Unë me gjithë metodat ka një lloj censure të jashtëzakonshme, po ka informacion që janë goditur, kanë krijuar probleme? Unë mendoj që shiko, është normale. Informacioni dhe disinformacioni janë pjesë përbëre e luftës së madhe që kryhet. Po unë mendoj që Izraeli është goditur rënd. Është goditur rënd. Fakti që u goditën të gjitha bazat amerikane në gjirin persik tregon që teknologjia e sotme kundër ajrore dhe kundër balistike e ka plotësuar mundësinë e vet teknike. Sepse e ka plotësuar, nuk mund të zhvillohet dot më tepër se kaq. Dhe amerikanët në Katar kanë pasur sistemin THAAD. Në këtë Emiratet e Bashkuara është më i avancuari sot në botë THAAD. Dhe kur erdhi puna nuk ju bëri punë? Nuk mundi dot, sepse mënyra, taktika e përdorimit të këtyre mjeteve asimetrike e zgjuar nga ana e Iranit bëri të mundur që radari kryesor amerikan nuk u godit me raketë balistike, u godit me dronë, me Shahedin. Sepse gjithë dhe ishte shumë i rëndësishëm sepse kontrollon të 4.000 kilometra në thellësi brapa. 5.000, jo, kudo, deri në Ukrainë. Ky jep edhe në Ukrainë të dhanat. Po kjo ishte goditje shumë e madhe për teknologjinë amerikane. Me një shahed $20.000. $20.000. U hodhën shumë raketa balistike. Sistemi THAAD godiste ato. Në fakt, Shahedi shkatroi radarin. Nga poshtë derës. Dhe tash një radar që të prodhohet, një radar i tillë që të prodhohet dhe të montohet, do paktën një vit. Nuk ka kohë vit. Po nuk është se i ka goditur vetëm një, i ka goditur 8 radar. Do më thënë, ka pasur një rezultat kundër përgjigja iraniane. Ka pasur një rezultat asimetrik, me mjetet asimetrike që ka përcaktuar që momentin që amerikanët u futën në Afganistan, që në 2001. Ata, iranianët që në 2001, pra 25 vjetë rresht, i kanë hedhur gjithë fondet, gjithë pronësinë e vetë intelektuale e kanë quar në këtë drejtim.